Gjykata e posaçme ka vendosur të shuajë masën e sigurisë arrest në burg për ish-ministrin Lefter Koka lidhur me hetimin për inceneratorin e Fierit. Koka ka qenë në qeli që prej dhjetorit 2021 i akuzuar për shpërdorim detyre, korrupsion dhe pastrim parash në kuadër të aferës korruptive të inceneratorit. Sipas SPAK, për inceneratorin e Fierit janë paguar 4 milion euro për punime që nuk janë kryer, ndërsa dëmi i shkaktuar buxhetit të shtetit vlerësohet në 60 milion lekë. GKKO ka shuar gjithashtu edhe masën e sigurisë për këtë çështje, teksa dosja është kthyer për rigjykim në apelin e posaçëm pas vendimit të gjykatës së lartë. Në korrik të këtij viti, Koka u lirua me kusht nga gjykata e Durrësit për inceneratorin e Elbasanit, ku kishte marrë një dënim prej 6 vite e 8 muaj burg me gjykim të shkurtuar. Ndërkohë për inceneratorin e Fierit ai është dënuar në shkallë të parë me 6.8 vite dhe për atë të Tiranës me 2 vite burg. Në rastin e Tiranës, masa e sigurisë arrest në burg është shuar pasi koha e paraburgimit e ka ezauruar plotësisht dënimin.